Amerika vin lajme as pak të mira ku Albin Kurti akuzohet se nuk po lëshon rrugë të fali veriun dhe të marrë pikërisht pjesën tonë. Ndërkohë që unë ju them përsëri, Albin Kurti ka hyrë në histori. Mos thoni që është çliruar Kosova në 17 shkurt, sepse përfundimi i fitores është atje ku shkel këmba e ushtarit, e policit, sundimi i ligjit, kudo në çdo cep të territorit të Republikës së Dardanisë. Kështu të dashur miq, nëse Albin Kurti ka opsion të shesi veriun e Dardanisë dhe të Shqipërisë dhe ai nuk e lëshon, ai është një statuj e gjallë që jeton. Për ju të gjithë të tjerë që thoni po na prish me Amerikën, po leta shesi Albini dhe tiki Albini dhe të hypim ne në kariket e turpit që Albini i la me nder, ju jeni armiqtë e vërtetë të shqiptarisë. E gjithë klasa politike duhet të jetë në unison. Nuk ka shitje negociata të territorit të Dardanisë për të marrë po territorin tonë. Një Kosovë e fortë, një Shqipëri e fortë, financon edhe për vëllezërit tanë në Medveq për shef Bujanovsk. Jo shitje shkëmbime territoresh se na mërzitet Serbia dhe nuk na njeh Serbia. Ne duhet njohim veten tonë, të drejtat tona, të duam atë dheun tonë, ta ndërtojmë atë, të respektojmë konventat kombëtare dhe ndërkombëtare për të drejtat e minoriteteve dhe të kërkojmë reciprocitet edhe për minoritetin tonë kudo ndodhet, sigurisht edhe në Serbi. Në rast të kundërt, kjo ka vetëm një emër, tradhti. Albin Kurti mos e shiti Dardanin, të paktën do të hysh në histori si një politikan që luftoi me diplomaci dhe vuri sundimin e ligjit cep e mcep të Dardanisë. Kjo është fitoria më e madhe që kemi marrë pikërisht falteje kur shikoj Mitrovicën që lulëzojnë, këndojnë, lëvizin të lirë, pa barikada, pa listën sërbe dhe Radojčićin që urdhëronte politikanë shqiptar për të bërë marrëveshjet e krimit të zi. Gjithë të mira.